Mirëmëngjesi, ju përshëndesim nga Reze Dielli nga kuzhina jon. Jemi së bashku për të ndarë recetat këtu edhe për t'ju uruar një javë të mbarë. Po. Kemi gatime sot, sigurisht çdo ditë. Mua më duket sikur jam akoma në përgatitje. Po si fillim Nduk sikur nuk ka përfunduar fare ajo java. Jo. Fundjava, përsëri me gatime, përsëri me receta. Po kjo e sotmja është në atë traditën, siç ne themi gjithmonë. Një musaka me patate dhe me patlıcan, gjë që unë e kam bërë pak më të lehtë, sepse ka dy mënyra që mund t'i merrni dhe mund t'i skuqni në vaj të bollshëm. Në fillim skuqim patatet dhe më pas patlıxanët, sepse patlıxani është diçka që thith shumë vaj. Ose në të kundërt i merrni, i prisni, ose të dëshironi ju, ndash në feta, ndash në rëndë, si të dëshironi ju, dhe i piqni direkt. Unë nuk kam shtuar as vaj dhe as një gjë për të qenë pak më. Po. E bëjmë pak më të lehtë. Kemi ngrënë mish, kemi ngrënë gjëra që t'jeni pak më pak tepruar. E kemi tepruar. I fice. Këtu kam qepën normalisht edhe mishin e grirë, gjë që i kam vënë të dyja bashkë derisa mishit e kokrizohet. Këtu kam salcë, kam spes të kuqe, kam edhe domate. Më pëlqen që të ketë pak shije më ndryshe, speci kuqe jep një shije pak sa më të veçantë. Dhe ngjyrën edhe përmirëson dhe shijen ajo. Dhe ja ku përftuam një salcë, një ngjyrë të theksuar dhe me një direkt shije dhe aromë shumë të mirë. Pra, aty mishin e grirë dhe qepën e ke ka urdisur. Do të shtoj pakës ujë? Bashkë me kapakun, se sikur ka dhe një çik masë. Kështu, për gjithsesi, është e duhura edhe ajo që ne shtuam. Dhe e lë të bëhet. Teksa e lë të bëhet, normalisht, sepse do më duhet sërish sa ta laj pak më vonë, shtoj një kanell, një dafin. Hop. Masën e piperit. Kanell. Unë po e shtoj pluhur. Rigon. Një përzierje. Dhe e lë që të përthith lëngjet e veta. Por, shtoj kripën, sikurse dhe masën e sheqerit. Po është kanella, kërkon sheqer. E lë me kapak. Heq sa një ki të lexoj produktet, unë marrë dhe laj. Po, bëjmë se musakaja ka disa ndarje, disa produkte më tepër, kështu që e shohim së bashku të përmbledhur me përbërësit dhe kemi disa mënyra ose disa lloje nga musakat që mund të vendosen të gatuhen në familjet tuaja. Është kjo me patate, ka musakat të tjera me perime të ndryshme, patate patlıcan këtë salcin, dhe tani duke i treguar pra patate të cilat i kemi prerë në disje të tilla, dhe i kemi pjekur së bashku me patlıcanët, të cilat janë prerë dhe këto në feta dhe i kemi pjekur në furr. Pra nuk do t'i vendosim të papjekura, janë të pjekura. Kemi qumësht, kemi vezë, kemi vaj, gjalp, djath të fortë, djath kaçkavall, djath të butë, ullinj, bukza të thekura, qepën sigurisht të gririmët për ta ka urdisur me mishin e grirë, shtuar aty domatja dhe speci për t'i dhënë ngjyrë dhe për t'i dhënë shije. Erëzat t'i shtuam këtë piper të zi, pak sheqer për aciditetin e domateve të këtë nxerja, dafin dhe kanell. Kjo është për lista e në kështu gojarisht. Kurse zyrtarisht kur të dali në ekran. Bukëzat janë në të thekura që na duhen për ato lëngjet e tepërta, apo jo. Këtë rol dhe këtë funksion kanë. Po. Këtë jam ka tepruar faktikisht, se si shumë po bëj. Po. Dhe kjo? Bukës që është dhe
s'ka problem. Aj sa na duhet, një grusht, sa për t'i përthithur lëngjet. Ama bëni halal, sepse... Ama bën një kafe me dota. Se kam pak probleme, thënë drejtë. Më të more ti. Nuk e di, më dhëmë dhe stomaku një qikë. Laktoz free? Me përbërës? Për ja, le të themi që është mëngjes, dhe le të themi që jemi pak të rritur. Le ta pranojmë të që... Një për ty? Le ta pranojmë. Edhe unë për vete, ja. Më të madhe në zjarë. Për je loga ti? Për je loga, akoma? A vash. Sa të bëtë edhe kjo? Edhe mirë bëre. Ja, kjo është një variant shumë i mirë për atë snekun e vogël, për atë mëngjesin, atë vaktin e vogël që ku kemi ne uri edhe zdim se çfarë të konsumojmë për momentin. Bën shumë zhurmë nga buka. Gjurat e mira bën zhurmë. Gjurat e mira bën zhurmë. Ja. Arla na mundëson që kremin e djathit ta kemi sipas shijeve tona. Mbi të gjitha që është një krem me përbërës 100% natyral, që ka një teksturë kaq fantastike, delikate, kremoze, dhe mbi të gjitha që na ofron të gjitha llojet e shijeve. Krem Arla, natyral i pastër, pa përzierje erëzash dhe bimësh, siç mund të jetë paketimi jeshil, dhe aq më tepër për ata persona të cilët janë intolerantë ndaj laktozës, provojnë lacto free, pra të mos privohen nga kjo shije fantastike. Për recetat të ndryshme, për supra, për ëmbëlsira, siç gatuam neve jam në parë, për të gjitha. Apo për t'i konsumuar bukën fëmijëve, sanduiçet për t'i lyer, krepa të ndryshme, vegane, jo vegane, apo me mielra të ndryshëm, shijen e gjejmë dhe e zotërojmë ne shijen. E rëndësishme është që ka një lloj avantazhi që është... A du të ashe më taj marrë perfekte. Po fole ti me ha. A mirë, ja. O do hash o do flasësh. S'mund t'i bëj të dyja. E si puna, kur ishim shkollë, vazhdo ti. Shikonim që kishte marrë tjetëri. Këtu. Bukën me vete në gazet. Pa tjetër që po, bukën me vete. Pra, derisa kjo mas u lidh, masa e salsës e lëm edhe pak fare që të bëhet dhe kam thelpit e hudrës. Po. Nuk kam mbaruar akoma. Dhe ashton kështu si nga fundi për të mbajtur dhe ruajtur aromën. Dhe ja. E shtoj. Në fledza. Në fledza. Qepën. I përzij. Dhe njërë si që thamë, mishin e grirë, domaten, specin, erzat e tjera. Tani besoj kemi elementet kryesor për të ndërtuar musakan. Në fund, shtoj pak verë. Tani që shfrytëzuam të gjithë përbërësit, unë po i lexoj në listën e recetës së shkruar. I shohim së bashku çfarë përmban musakaja apo një tavë greke me patlıxhan. 2 patlıxhan të mëdhenj, 3-4 patate të mëdha, 5 lugë gjelle vaj ulliri, 1 qep e madhe, 3-4 thelpinj hudhër, 500-600 gram mish i grirë, një gjysmë filxhani me verë të kuqet thatë, salcë domate, domate të shtypura, ujë, 1 gotë ose lëng mishi, 1 gjethe dafine, 1 shkop kanele, 1 lugë çaji, piper i kuq, gjithashtu karafil të bluar, rigon, pak sheqer, piper të zi, majdanos të freskët, dhe do të ndërtojmë paralelisht edhe beshamelin. Na duhet për beshamelin 100 gram gjalp i pakripur, 100 gram miell, 4 gota qumësht, 2-3 vezë, 200 gram djath i krirë, krip, piper i bardhë dhe ar moskat. Ja, e gjithë kjo masa shkon, shtoj. Do jetë një musaka e bollshme, shishme, e plot, një tavë që përmbledh të gjitha këto perimet. Që tham, kremrat, djathin, gjalpin, pra është bukë e gjellë edhe mire bollshme, si të themi, që na ngop. E lë të tillë. Tani e lëm që të ftohet pak, bëjmë një shkëputje të shkurtër fare ne,
Dhe do të rikthehemi për ta montuar musakan ton. Kalojmë tek mesazhi promocional. Jemi rikthyer për të vazhduar me montimin e musakase dhe kemi shijuar vetë sadopak këto gatimet. Është mëngjes, është mëngjes. Na lajmëroni pak. Nuk e kufizojmë dot veten. Pastaj më kërkove dhe kafen, kështu që mbarojmë musakan dhe shijojmë një lavaca si mëngjes që është. Mirë, kemi përgatitur mbushjen. Po, ele pak sa të mëftohet këtu. Do të bëjmë beshamelin, tani është radha e beshamelit. Në sasi të barabartë të gjalpit. Masën e gjalpit. Gjalpit pa krip e kemi. Po, kemi gjalp me krip dhe gjalp pa krip. Ky gjalp përdore dhe në ëmbëlsira. Kam ngrohur fillimisht tenxeren. E ndihmoj me pak vaj dhe e tres. Shtoj një lloj lidhje, bukën e thatë, të thërmuar, një lloj lidhje për ato lëngjet e tepërta. Ma e përma këtej. Gjalpin këtu, edhe fillojmë ti vendosim rreshta njëra pas tjetrës tani, ndërkohë që përgatitet edhe beshameli. Tani këto janë pjekur. Por prapë nuk janë shumë të thata, janë të buta. Pra, qif që ti kap më mirë, që ju ti shikoni, të palosshme. që si janë? Të tilla. Nuk i lë të thahen, nuk u kam shtuar as krip, as gjë. Ja. Po të doni ju, kjo është e tharë për shembull. Kjo që është e tharë, mund të vendosni pak arla vendosni dhe mund ta konsumoni si një... Shkom. Atë duhet edhe mielli. Tani, shtoj miell. Shtoj miellin në sasi pothuajse të përafërt, barabartë me gjalpin. Katër lugë. Pra duke lënë gjalpin që të shkrihet me vajin, më krijohet kjo masë, gjë që mua më ndihmon, nuk më kokryzohet mielli. Me pak të lutem. Qumshtin sa kemi? Aty kemi diku te 500-600, por du ta shohim në varësi të sasisë që na duhet. Po na moj, na moj Albana, na. Ku derdhet ka? A, po, mi mregull, pra, po, ma mushte pak për ujtë, lutem. E përzijem. Unë të bëj një trup të vogël që të jap një supershije gjës. Pra, po i shton edhe në qik... Po. E bëj më kremoze. Pra një nga kremrat, pa duke veçuar kremrat që janë me aroma bimësh. Ja. Një lugë. Qa mi e vëtë gjithë në një këtë që një lugë. Ju vendosin e një lugë. E lidh dhe e fillon bashkë me... Ty po të bje telefoni, pa përgjigju njërë kush është. Përgjigju moj? E më falë, jam në emision, live. Ha, ciao. Mund të dim kush ishte, apo... Shumë kërkon të dish. Kur jemi live, mos në shqetsoni. Jo, faktikisht e dija që i kisha të fikur, po... Ju kërkojmë ndjes, gjithsesi. Pa tjetër që ndjes. Gjëra që ndodhin. I shtova. Kremi e djathit, që janë mos më kanë parë duke ngrën
edhe më thanë ku e ke bler Arlën. Po? Jo, me më kanë këtë për Arlën. Ti nuk më the çfarë të thanë. Jo, nuk e them. Jo, nuk e them. Do ta them kur të ma thonë. Shtoj dhe gjithë masën se nuk e di. Është... Unë t'i them që gjërat e mira dhe që duhen mbajtur fort, vinë vetëm një herë në jetë. Fati juaj që Arlën e keni. Mua njërë merdi telefonata, 2 herë në gjithë këtë 5 vjeçar. Kusë Arlën e keni, e gjeni ku do më e gjeni? Në gati mja, filloj të trashet tani masa, shiko, filloj të trashet. Po të doni ju, nëse i shtoni Arlën, nuk shtoni vezë. Sepse është masa... Ja, u trashti masë. Po të më dëgjoni, hap pas hapi, si që i themi gjërat, do keni këtë rezultat. Dhe vazhdimisht unë e theksoj. Ja. Është gati, besoj, beshameli, kështu që... Unë i kjede pakën kripën, se kripën e kam lënë në det. Po. Si gjithmonë, në det, freskët. Shtoj. Që të shtoj pak ose fare kripë, sepse me Arlën unë jeni shumë në rregull, s'ka nevoj. Keni me kripë, pak kripë, me bimore. Ja. Tani, e doni më të letë, shtoni një vezë. Unë do shtoj vetëm një, nuk do shtoj masën, sepse kam shtuar kremin. Ja. Super beshamel na u bë. Ja. Edhe ka një pra, e ka trashur kremi, të duhur. Jemi tani drejt filloj montimit. Shtruam në tavë një shtres me patlıxhan të pjekur, do të shtrojmë mbi të një shtres me beshamel të sapo përgatitur. Me ta përfunduar shtresën e parë me beshamel, do të vendosim e pak që nuk shtova vaj. Mbushjen. Do të shtoj masën e patateve. Një nga një. Nëse këtë kollaj ti marrësh kështu. Ashtu i ka më kollaj, po thash. Po merrim mirë me dorë, një nga një, se shtrohen dhe më mirë. Opa, ju keni... Nuk është e nevojshme që unë të shtroj të gjithë masën, lë pak hapësirë për... Opa, këtu. Po të keni përbërësit e duhur, i keni të gjitha. E marrë të lajtë pakës duart. Jemi në shtresën e tretë, pra patlıxhanët, beshamelin, shtruam edhe patatet. Tani vazhdojmë me përsëri me beshamelin apo me mbushjen? Do shkoj tek mbushja. Largoj. Të mbushjen njëre bëni, mund të shfrytëzoni dhe për në një pastë. Largoj shien e ka, përbërësit i ka. Nëse do t'u të pronte, flasë. Ta heqim dhe atë shkopin e kanelës. Masa duhet e lëngështë. Sepse do të përthithet ajo nga patatet. Pa largo dhe kanela. Nëse. Ja largoj pak kanelën, unë të lutëm këtu se... O, pa laqë, ja, e largoj pak sa kanelën. Nëse unë shoh, ose u shikoni, që e keni pak të trash, sepse normalisht kam shtuar, shtojri masën. Pa jo, edhe sa vjen dhe forcohet trashet më tepër, më pikset. Ja. Ansoret. Dhe keni një masë të duhur. Të gjithën. Opa, ja. E tillë. Dhe ja ku përfunduam. Ka që ishte beshameli në fund fare, nëse do ta pjekim dhe do t'i shtojmë pas djathin e grirë, ose tani, ose pasi të fare, unë e kam të fort. E kemi të fort. E kam të fort, sepse s'më duhet, është kremi që kam shtuar. Dhe
Pse mos bëhet të shishme? Të gjithat mirat i ka të shishme. Hapasati Ja, pa më kom se me pesh. Që të mund kur i kam gjitha këtu e marrë me shumë dashuri? Vendosim në furrë për të pjekur në temperaturën 200 gradë Celsius. Për sa? Për 30, 40? Për aq minuta sa bëhet?